Lagja kushtrimi në qytetin e Vlorës vazhdon të mbetet një nga zonat më të neglizhuara nga institucionet vendore, duke u përballur aktualisht me mungesë të theksuar investimesh infrastrukturore. Një nga problematikat më shqetësuese për banorët e kësaj zone është gjendja e rrugës Dervishe Kali, e cila përdoret çdo ditë nga dhjetra familje për lëvizjen drejt banesave, shkollave, punës apo shërbimeve të tjera. Pavarësisht se kjo është unë shoqëruar me motë të kthjellët dhe me diell, gropat e shumta të mbushura me ujë vijojnë të mbeten një rrezik i vazhdueshëm për këmbësorët. Ecja në këtë rrugë është kthyer në një sfidë vërtet, sidomos për të moshuarit, fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara. Edhe banorët që përdorin bicikleta apo motocikleta e kanë pothuajse të pamundur të kalojnë pa rrezikuar që të rrëzohen apo të dëmtohen. Gjendja e rrugës është edhe më alarmante për drejtuesit e automjeteve. Amortizimi i saj ka arritur nivele të tilla, saqë dëmtimet e makinave janë bërë të përditshme. Gropat e thella, segmentet e pa asfaltuara, si dhe mungesa e një shtrimi të rregullt, po shkaktojnë probleme serioze mekanike, duke sjellë kosto shtesë për banorët, të cilët shprehen se janë të detyruar të riparojnë automjetet e tyre vazhdimisht. Sipas banorëve, një investim i pjetshëm është realizuar vite më parë, por ai ka përfunduar vetëm deri në mesin e rrugës Dervishe Kali, ndërkohë që pjesa tjetër ka mbetur tërësisht pa infrastrukturë, duke u zhndruar në një segment baltrash në dimër dhe pluhuri gjatë verës. Ky investim i papërfunduar ka krijuar jo vetëm vështirësi në qarkullim, por edhe ndjesinë e braktisjes totale nga institucionet përgjegjëse. Banorët theksojnë se nuk kanë pasur kur një rrugë të asfaltuar siç duhet. Ata kërkojnë nga Bashkia e Vlorës që kjo rrugë të përfshihet sa më shpejt në projektet prioritare të bashkisë, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës, rritjen e sigurisë rrugore, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës në këtë zonë. Ndërkohë, banorët apelojnë për ndërhyrje të menjëhershme nga ndërmarrjet e bashkisë, të paktën për një zgjidhje të përkohshme. Mbushja e gropave, hedhja e çakullit apo nivelimi i rrugës do të lehtësonin sadopak situatën aktuale, deri në realizimin e një investimi të plot dhe të qëndrueshëm. Sipas tyre, neglizhenca e vazhdueshme jo vetëm po dëmton automjetet dhe po vështirëson lëvizjen, por po rrezikon dhe sigurinë e përditshme të banorëve të lagjës kushtrimi.